Jemi rikthyer në studio dhe në vazhdim me shkuaqet lidhemi direkt dhe të flasim për një nga temat më aktuale në botë, pra robotikën dhe inteligjencën artificiale për mënyrën si punojmë e si jetojmë. Për të na shpjeguar më thjesht dhe më profesionalisht, do të lidhemi direkt me Ermand Metternich, inxhinier fizikant biomjekësor, i cili pra merret më nga afër me aplikimet e AI-t në mjekësi dhe industri. Mirëmëngjes Ermand, më fal. Përshëndetje Fortesa, dhe uroj që jemi mirë bashkarisht të diskutojmë për këto tematikat të cilët janë kryefjala globale. Është shumë e rëndësishme, inteligjenca artificiale realisht po zhvillohet shumë sa që edhe ne që jemi të fushës domethënë po na duket e çuditshme, dalin koncepte të reja, inovacione të reja, informacione të reja, që po e them edhe pak si për batut këtej na hyn edhe neve dhe këtej na dalin. Kështu që të tjerët të cilët nuk janë të fushës vërtet ndihen të friksuar, sepse një ndër pyetjet për shembull që shtrohet në këtë zhvillim masiv është fakti që apo na zëvendëson inteligjenca artificiale. Është një pyetje domethënë shumë pikante. Se faktikisht po ta shikojmë ky zhvillim masiv i teknologjisë, robotikës, inteligjencës artificiale, aplikimi i teknologjisë në sektor të ndryshëm, realisht po ndikon në zëvendësimin në mënyrë indirekte, domethënë të njerëzimit, të fuqisë punëtore, të inteligjencës tonë natyrale. Pra është bërë vërtet shumë e çuditshme. Mirë po, Ermand, ne flasim shumë për AI, IT-n dhe shumë shka tjetër, mirë po ndikimi më i madh në botë ndoshta po ndodh në mjekësi, cila është arritja më e madhe e AI deri më sot? Sot faktikisht Fortesa ne fatmirësisht jetojmë në një epokë të digitalizuar, që unë desha ta thoja domethënë më duket sikur jetojmë në një epokë metaverse, apo e them në çdo profil, në çdo sektor. Sigurisht ne jemi më shumë të interesuar domethënë në aspektin shëndetësor për një problematikë e cila aktualisht për një problematikë mjekësore, domethënë ne menjëherë marrim informacione, googlojmë etj, shkojmë tek ai ChatGPT i famshëm, por sot inteligjenca artificiale ka ndikuar shumë mirë domethënë në inovacione dhe në zhvillime të ndryshme në industrinë mjekësore. Pra që do thotë në aparaturat mjekësore, në robotikën kirurgjikale, në diagnostikimin online, domethënë të pacientëve. Nëse një pacient për shembull fjala vjen, ne e dimë konceptin e telemjekësisë, nëse një pacient ndodhet në një zonë të largët rurale për shembull, apo në një zonë të largët urbane, dhe është shumë e rëndësishme që të lidhet me qendrën spitalore universitare për të marrë një diagnozë, atëherë është telemjekësia, pra bota e IT-s e ndërthurur me teknologjinë mjekësore. Sot robotika mjekësore është një koncept i cili aktualisht po zhvillohet shumë. Kemi një sistem robotik Da Vinci, i cili është një ndër sistemet më të fundit të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, ku realizon kirurgji shumë të avancuara, gjatë të cilës pikërisht pra funksionon në mënyrë të lidhur më së miri me një kirurg. Pra, çfarë bën pikërisht pra ky sistem robotik? Sistemi robotik Da Vinci ka mund të ketë një 3-4 vjet realisht i cili ka dalur domethënë. Është inovacioni, është domethënë fjala e fundit e teknologjisë mjekësore, bën të mundur krijimin e kirurgjive, domethënë në mënyrë precize, shumë të saktë. Se shpeshherë për shembull ka pacientë të cilët janë skeptik, thonë do t'i besojmë jetën tonë një roboti apo një sistemi robotik kirurgjikal. Realisht një sistem robotik kirurgjikal nuk funksionon në mënyrë autonome, gjithmonë është i menaxhuar nga një kirurg ekspert mjekësor i cili është i trajnuar pikërisht pra për të përdorur sistemin robotik. Kështu që kjo është domethënë është skepticizmi të cilët njerëzit kanë. Sigurisht inteligjenca artificiale ka ndikuar në zhvillimin e softwareve diagnostikues. Sot ne kemi pajisje mjekësore të cilët funksionojnë me programe apo me software, të cilët pikërisht mund të parashikojnë ndonjë problematik, mund të diagnostikojnë me saktësi shumë të lartë domethënë. Kemi për shembull fjala vjen në kardiologji, pajisjet avancuara domethënë të holtave të ritmit, për shembull elektrokardiogramat, sistemet kardiologjike të ndryshme, në pneumologji, në imazheri, kemi rezonancat, skanerat etj, të cilët kanë protokolle të avancuara, sistemet avancuara softwaresh, domethënë në gjenetik po bëhet goxha avancim, domethënë ndërhyrjet në nivel qelizor. Sot jetojmë pikërisht në një botë ku shëndetësia është zhvilluar më së miri dhe një pjesë e madhe së mundjeve kanë filluar të diagnostikohen. Prandaj thuhet pikërisht pra që me anë të zhvillimit të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale do rritet mosha mesatare domethënë e njerëzimit. Për shembull, si mund ta kuptojmë?
Mirë po, a mund të zëvendësojnë robotët kirurgët? A mund të ndodhë kjo një ditë? A mund të presim që një ditë mund të ndodhë kjo gjë? Kjo është një pyetje faktikisht shumë fantastike që më ke bërë, sepse realisht shpeshherë pyesin lidhje me zëvendësimin. Unë mendoj faktikisht inteligjenca artificiale dhe zhvillimi i teknologjisë kanë ndikuar domethënë në mënyrë indirekte me zëvendësimin e inteligjencës tonë natyrale, sepse ne mund të themi, unë mund ta them ndryshe inteligjenca artificiale truri elektronik. Domethënë tani e thej po ta kuptojmë cili është më i saktë, truri natyral apo truri elektronik. Kështu që por ndërthurja midis dy inteligjencave ka sjellur përparësi, tani të zëvendësosh pikërisht për një robot totalisht me një mjek, nuk është e mundur, domethënë, sepse një sistem robotik asnjëherë nuk mund të funksionojë në mënyrë autonome, por një ndërthurje shumë e mirë e inteligjencës natyrale me inteligjencën artificiale bën çuditëra. Pra, sjell inovacion, sjell se shpeshherë aktualisht ne kemi në dorë inteligjencën artificiale. Nëse ne keq përdorim inteligjencën artificiale, atëherë do na kthejë në bumerang. Pra çfarë bën kjo inteligjenca artificiale? Do të mundur amplifikimin e mënyrës se si ne e përdorim. Pra shumë e çuditshme, sepse shpeshherë inteligjencën artificiale ne shikojmë të keq përdoruar për shembull në rrjetet sociale. Sot për shembull ka të ri, të cilët pikërisht sepse fatmirësisht rrjetet sociale AI-a është zhvilluar më së miri, madje ka krijuar dhe një profesion shumë interesant që jemi koshient të gjithë, që është kjo social media manager apo social media content, që krijojnë të rinj të apasionuar mbas teknologjisë dhe marketingut digjital, krijojnë video të ndryshme të cilët ndikojnë pozitivisht në marketing, domethënë në digitalizimin e reklamimit etj. Por është edhe mënyra e keq përdorimit, sepse ka të rinj të cilët pikërisht pra janë të pafrenueshëm. Pra mundohen pikërisht të përdoren rrjetet sociale për dhënë mesazhe bulizimi apo mesazhe dhune, domethënë koncepte dhune etj. Prandaj po ta shikojmë, ishte një fakt i bllokimit të TikTokut në Shqipëri, nga kryeministri Rama, edhe për një afat kohor për një vit, sepse dyshohej që TikToku mund të ishte është aktualisht një aplikacion pa filtra dhe shpesh shikoje pikërisht reelse të ndryshme të cilët të rinj të ndryshëm uploadonin duke dhënë mesazhe jo shumë pozitive, jo shumë të këndshme. Ky është një keq përdorim. Mirë po, a ka qenë ndoshta hapi dur që të mbyllet për një vit TikToku? Në vend se ndoshta të vendosen filtra si që përmendet ti, ose të ketë një rregullore, të jetë i kontrolluar, se megjithatë ka edhe anët pozitive të cilë mund të na shërbej për të mirë. Për ne të teknologjisë, për ne të teknologjisë faktikisht rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme sepse janë një instrument gjatë të cilës ne promovojmë, domethënë. Për shembull bëjmë marketing, bëjmë reelse të ndryshme gjatë të cilës mund të jenë edhe në aspekt profesional, gjithashtu edhe në aspekt personal. Por TikToku është një instrument shumë i fuqishëm, është një sistem algoritmik ose një algoritëm shumë i fuqishëm marketingu, realisht, si Instagrami, të cilët aktualisht po ndikojnë pozitivisht në rritjen e aktivitetit apo rritjen e produktivitetit në biznese. Dhe realisht të filtrosh apo të bllokosh pikërisht për rrjetet sociale do të thotë sikur t'ia presësh njërin sy marketingut digjital. Armand, gjithashtu me filtrave, desha të thesoja fitore, më fal, fortesa në lidhje me këtë bllokimin, sigurisht Instagrami për shembull është një rrjet social më i menaxhuar, sepse realisht në Instagram nuk mund postosh çfarë lloj videosh, të cilët mund të kenë koncepte dhuna apo bulizimi, sepse ta restrikton, ta eliminon. Ndërsa TikToku është pak më open, kështu që duhet të jetë një rregullore për të filtruar pikërisht pra këto mesazhe jo fort pozitive apo këto reelse të cilët kanë intro jo fort këndshme. Armand, gjithashtu më parë përmendëm edhe mjekësinë dhe folëm për avancimin e teknologjisë edhe ndihmesën që mund të jetë në mjekësi. Gjithashtu në Suedi, me aq sa kemi pa në lajmet e fundit, është kryer një nga rastet e para në botë të transplantimit mitrës, i cili është bërë me kirurgji robotike dhe është realizuar një lindje e suksesshme. Pra, sa e revolucionar është ky zhvillim për mjekësinë? Faktikisht Suedia është një vendi ndër vendet më potenciale në Europë në zhvillimin e teknologjisë. Unë vetë kam një eksperiencë gati 2 vjeçare që kam jetuar atje, domethënë që nga Malmö deri në Umeå, domethënë dhe fatmirësisht kam bërë vetë një kirurgji
dhe po flasim në mënyrë racionale, dhe një kirurgji goxhat vështirë në një spital në Ymja, dhe teknologjia që përdorin, domethënë është jashtë mase shumë e lartë, duke ato aparaturat mjekësore si lodra, domethënë dhe shumë të shpejta. Realisht ishte e pritshme për Suedin, pra që një vend kaq potencial mendoj numër 1 në Europë në zhvillimin e inovacione të ndryshme në kërkime shkencore etj. Realizonte një transplant të mitrës nga pacienti donor në pacientin akseptor në sistemin robotik fantastike. Domethënë është një botë komplet tjetër. Unë vetë kam eksperiencën pikërisht pra që edhe kam bërë trajnime, por edhe siç e përmenda pak a shumë lidhje me një kirurgji që kam bërë, domethënë në një kirurgji shumë të vështirë. Kam parë një teknologji shumë të arrirë, domethënë çdo gjë funksiononte më së miri, sistemet e komunikimit midis spitaleve ishin, pra kartelat digjitale transferoheshin në mënyrë emergjente, në mënyrë të shpejtë, ishte çdo gjë digitalizuar, domethënë ishte një sistem krejt ndryshe dhe prandaj e përmenda unë që edhe në Suedi këto kanë filluar të aplikojnë edhe këtë sistemin robotik Da Vinci, që unë e përmenda pak a shumë, që të realizohet kirurgjia në mënyrë precize. Domethënë sepse mjeku, për shembull, çfarë ndodh? Sigurisht në botë, në Shqipëri, në Kosovë, ne kemi apo dhe kudo ne kemi kirurg dhe mjek shumë të mirë, domethënë. Por mjekës ndonjëherë mund të karakterizohen ose mund të ketë prezencë edhe ato inteligjencën emocionale. Edhe ndonjëherë emocionet ose ai inteligjenca emocionale mund ndikojë te diku, domethënë, kurse sistemi robotik nuk ka inteligjencë emocionale. Sistemi robotik vazhdon procedurën, por gjithmonë të dy një mjek kirurg shumë i mirë ose një kirurg i përgjithshëm dhe një sistem robotik bëj çuditëra nëse funksionojnë më së miri së bashku. Por mendoj që edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, domethënë në vendet tona mendoj që deri diku teknologjia mjekësore ka filluar të aplikohet, sepse të dy vendet tona realisht nuk janë vende të cilët prodhojnë, por janë vende aplikuese të teknologjisë, që do të thotë andej prodhohen këtej vit. Kështu që deri diku e shikoj domethënë një shenjë pozitive, domethënë sistemi shëndetësor. Mirë, po krahas kësaj, sigurisht që është ndoshta shumë e mirë edhe një ndihmës për mjekësinë kudo në botë. Mund të jetë kjo ndoshta më e kushtueshme, e rrit koston e pacientëve? Është logjikisht po shumë pyetje e bukur, sepse realisht nëse do bëhet për shkak ose do diagnostikohet apo do realizohen kirurgji të vështira me sisteme robotike, sigurisht kostoja është më e madhe. Sepse sistemet robotike kanë kosto mirëmbajtje, kanë kosto të kalibrimeve, kanë kosto të servisimit dhe sigurisht domethënë që është një kirurgji mund të kushtojë më shumë. Mirë, po mund të jetë edhe e përballueshme ndoshta për nëse kanë politika të mira më pas, politika të mira në domethënë administrative, atëherë këto ekzistojnë edhe procesi ose protokolli i rimbursimit. Por ajo që unë kam vërë re tek qytetarët është përsëri një lloj keqpërdorimi i AI-s apo i rrjeteve sociale në shëndetësi. Unë vetë për shembull si për batut e kam thënë Google-it, e kam quajtur Dr. Google apo ChatGPT, Dr. ChatGPT, sepse ne të gjithë për një problematikë shëndetësore, shkojmë ke ChatGPT aty, kërkojmë të gjejmë informacione nga më të ndryshme të vazhdim. Po imagjino, a mund ta zëvendësoj Dr. ChatGPT një mjek kirurg për shembull apo një mjek profesionist i profilizuar diku të zëvendësohet nga ChatGPT, për shembull në rast të një nishani i cili mund të dalë spontanisht. Ne njëherë marrim fotografinë edhe ja uploadojmë doktor Google-it apo doktor ChatGPT-s. Dakord jam deri këtu, sepse zhvillimi i teknologjisë po jep mundësinë, domethënë. Dhe këto janë të çuditshme këto asistentët virtual, domethënë ChatGPT dhe Google-i të japin informacion, por që ka qytetarë të cilët e zvarrisin diagnozën atyre vetëm duke hulumtuar online. Mirë, po çfarë ndodh? Nëse një pacient për shembull ka një problematikë mjekësore dhe kjo problematikë mjekësore ai vazhdon Google-on, shkon në ChatGPT etj. Nëse kjo problematikë mjekësore që ka mund të jetë kronike dhe nuk për një muaj apo 2 muaj nuk ka zgjidhje me ChatGPT-rave, atëherë duhet të shkojë të drejtohen, sensibilizohen, të shkojë të drejtohen në mjekun real.
në një klinik mjekësor, në një facilitet mjekësor, në një qendër universitare spitalore, dhe jo të sfarisin diagnozat e tyre online. Këtë do me thënë, po ta shikojmë, kemi një zhvillim të AI-s në rrjetet sociale, pra si mund të themi, në digitalizim, kushdo kush mund të kërkojë informacione të ndryshme, por në një anë, për shembull, mund të jetë edhe aspekt negativ, sepse mund të varisim diagnozat. Dhe kur ne të varisim diagnozën, kemi dy kosto mbi shpinë. Kostoja e parë është që për një problematik të lehtë mjekësore mund të agravohet dhe kërkon kohë shumë për të diagnostikuar, dhe dyta është kostoja monetare. Prandaj ekzistojnë disa si mund të themi sensibilizime që ne bëjmë, që shpesh për problematika të ndryshme mjekësore. Drejtoni ke mjeku real që të merrni zgjidhjen sa më konkrete, domethënë. Edhe të ndalohen pikërisht prap ose më saktë të gjithë qytetarët duhet të sensibilizohen që nuk mund marrin asnjëherë receta mjekësore apo farmaceutike nga Google-at apo ChatGPT-at. Pra, ka një, po ta shikojmë, aspekti pozitiv i teknologjisë është shumë i lartë, Fortesa, por është mënyra se si ne menaxhojmë. Për shembull, ku dua të dalum tek një klauzor që ne prekëm bashkërisht fillim apo na zëvendëson. Realisht inteligjenca artificiale po zëvendëson njerëzimin. Se thua, para 15 vjetësh për shembull apo 20 vjetësh, në industri të mëdha të automobilave, të teknologjisë, të elektronikës etj. Le të marrim rastin e teknologjisë automobilave, para 20 vjetësh kishte një staf të madh punojësish dhe produktiviteti mujor ishte shumë i ulët, për shembull 10-15 automobile. Ndërsa sot në kompani apo korporata të mëdha ke një staf të vogël punojësish, cilët janë këto? Këto janë punojësit të cilët janë overqualified people, ose well-trained, ato që janë të trajnuar mirë, ose të kualifikuarit shumë mirë. Kurse pjesën tjetër bëjnë ato krahët robotik fantastik, që janë me precizion shumë të lartë, dhe produktiviteti mujor është shumë i madh, që të thotë 5.000-7.000 automobila në muaj për shembull. Shikon ku ekziston inteligjenca artificiale. Treshja më e famshme që unë jam shumë do me thënë jam fan si tyre, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, trekon që i bermudeve teknologjisë po e quaj unë në një farë mënyre. Sot po arrin të krijojnë pikërisht pra dhe po promovojnë turizmin kozmik, që të çojnë njerëz jashtë orbitës tokës. Pak para shumë kohësh Jeff Bezos i famshëm me kompaninë e tij Blue Origin shoi një grup vajzash, Katy Perry të dashurën e tij edhe të tjerë, ku ka më bukur dhe mund të dëshiroja që të shkoja për shembull 5 minuta apo 10 minuta shikoja orbitën planetin blu, planetin e mrekullueshëm blu jashtë orbitës tokës. Pra shikon çfarë më bën. Po shkojnë deri tek turizmi kozmik. Tjetër gjë, Elon Musk me çudirat e tij, i fantaksur, i përgjithëson jam fan si madh, thotë që njerëzimi do shkojë në Mars. Pra do të çojmë njerëz në Mars duke krijuar facilitete biologjike të përshtatshme në lidhje me oksigjenin dhe të tjera që disa njerëz të jetojnë atje. Ka koncepte të ndryshme që thojnë, domethënë, ide apo inovacione për digitalizimin e paras. Kjo është gjë shumë e bukur që mua pëlqeu në fakt, sepse këto janë gjëra shumë të afërta që po ndodhin. Për shembull, le të marrim rastin e Suedisë. Suedia është një vend që është armik i paraskesh. Që do të thotë, nëse përveç Stockholmit, që është metropoli që ka atë fizibilitetin dhe mundësinë që mund blesh kesh, në të gjithë qytetet e Suedisë është pamundur të blesh kesh. Unë vetë kam pas rastin që kërkoja të merr një telefon, të blij një telefon për emergjencë, nuk mund të pagoja dot kesh, nuk e pranonin. Pra digitalizimi i paras, do të thotë që kjo ndikon në eliminimin e, domethënë në eliminimin e parasë zezë që ne themi. Kras kësaj Ermand, me çemi këto, a do të thotë kjo ose a mundemi me nënkuptu që në të ardhmen ndoshta edhe shumë njerëz mund edhe të humbazin vendet e tyre të punës? Po, faktikisht... Mirë po, e çka të bëjnë ata pastaj, të punësohen në këto kompaninë të marketingut AI apo si? Po, kjo është diçka që realisht po ndodh, domethënë, unë si inxhinier biomjekësor jam i pari që ndihem shumë i friksuar, nesër mund të jetë një Ermand AI apo një Fortesa AI që ne do na zëvendësojnë. S'është interese po plasme që Ermand është më e lehtë të zëvendësojnë ty se sa mua. Jo, unë e kam deklaruar, jam i pari që në kuptimin që moderatorët
Po mendoj duen aty në studio. Po, është shumë e drejtë. Di pse faktikisht moderatorët duan në studio, sepse moderatorët të cilët nuk janë ai e japin lajmin me shumë pasion, me shumë me shumë pasion edhe që të bëhen më atraktiv. Faktikisht e kemi pas edhe një nga televizionet e Shqipërisë, i cili vitë më parë, pra ka pas, nuk e di nëse është akoma. Para 2-3 vjetësh, një tip avatari automatizuar që jepte lajme ndërkohë që prandaj e përmendëm që moderatorët apo gazetarët të cilët janë inteligjencë natyrale janë të pazëvendësueshëm. Po krahas gazetarëve unë shikoj që edhe infermierët edhe mjekët, edhe psikologët do jenë shumë vështirë për të zëvendësuar, ndërsa unë jam i pari si inxhinier biomjekësor, do dalë një robot tani, i cili do e bëjë punën time aty, të konfigurojë trajnimi etj. Pra, se bëm edhe pak batut. Por inteligjenca artificiale mendoj që ndikon, domethënë, në ulje e numrit punojësve. Sepse unë e përmenda në industri të ndryshme, stafet kanë filluar të reduktohen, bajnë ato që janë më të kualifikuarit. Inteligjenca artificiale dhe zhvillimi i teknologjisë kanë fokus kryesor përfitimin, produktivitetin, sepse jetojmë në një sistem kapitalist ku qëllimi i çdo aktiviteti, qëllimi i çdo korporate, qëllimi i çdo biznesi është fitimi. Dhe inteligjenca artificiale, teknologjia dhe sistemet robotike, unë shikoj në botën e IT-s. Për shembull, para 10 vjetësh ishte një ekspert i IT-s, një kohë siç unë jam dhe specialist i IT-s, për të krijuar një infrastrukturë rjeti duhet shumë kohë, që të bëjë konfigurimin e serverave etj. Kurse sot softwarët janë shumë automatik. I marrin gjërat pra është thjeshtëzuar çdo gjë. Në arsim, inteligjenca artificiale ka ndikuar pozitivisht, për shembull në fakultetin e shkencave mjekësore, para shumë vitesh ato anatomit të cilët ishin gjëra gjatë, vështirë të lexoheshin edhe të perceptoheshin, sot ka anatomi digjitale që një student i ri për shembull në vitin e parë fakultetin e shkencave mjekësore, duket sikur ndodhet në një sallë operacioni virtuale. Pra ka ndikuar pozitivisht, negativisht ka ndikuar sepse sot student apo gjimnazist për një ese apo diçka tjetër pyesin ChatGPT-n që t'ia kryej të gatshme, ndërkohë që nuk e vrasin mendjen. Mirë po, Erman, dua të ndërlidhem këto. Këto informacionet që i marrim më saktësisht nga ChatGPT, sa janë të sakta, sa janë të sigurta, qoftë nëse pyesin për një kushtimisht analizë gjako, do shta edhe për një informacion një fushë tjetër. Faktikisht, për shembull, unë vetë, si një apasionuar pas teknologjisë, pa ta marrë një diagnozë një herë dhe pa ta bëra foto në PDF dhe pa ta uploaduar, më duket se unë përdor një aplikacion tjetër Copilot i Microsoftit, është goxha i mirë dhe i shumë interesant. Madje këto janë dhe me voice, si ti mund ta pyesësh edhe të kthen përgjigje me mirë kuptim, me shumë kulturë. Mendoj që këto ChatGPT-rat, domethënë të japin informacion, ta përshkruajnë situatën, por jo shumë konkrete, që do të thotë përsëri kanë diçka të mirë. Për shembull, fjala vjen, nëse ke për shembull një grafi pulmoni apo një skaner mushkërie, po them, shqipon. Dhe e ke uploaduar në ChatGPT. ChatGPT ta përshkruan. Për shembull, inde të ndryshme, ndonjë bllokim, restriksion etj. Nëse ka ndonjë prezencë të një mase tumorale apo jo, e bën këtë. Pra të jep një lloj konkluzioni, por që përsëri të thotë për detajet më të mëtejshme duhet të drejtoheni në mjekun ekspert apo në një profesionist të fushës për të marrë një diagnostikim të saktë. Pra e ka këtë. Por ky Copilot funksionon edhe me audio. Për shembull, fjala vjen të duket vërtet sikur e ke për shembull një person, si mund të themi, domethënë një person ballë për ballë. Unë faktikisht që përmenda përdor Copilotin shpesh në shkrim apo shpesh e pyes me English, në gjuhën English, sepse aty është informacioni është më i madh, megjithëse English është gjuhë ndërkombëtare international, dhe më jep informacion. Për shembull, një ditë unë e pyeta se nuk dija se çfarë mund të hajë në darkë dhe më tha sugjerime goxha interesante. Domethënë, pra është si puna e kësaj që po na ndihmon më së miri. Domethënë, teknologjia po leton punë në çdo sektor. Por duhet të dim ta menaxhojmë, jo ta keq përdorim vazhdimisht, domethënë fortesa është diçka që dhe ne duhet të jemi koshient. Pra duhet ta përdorim instrumentin AI ose trurin elektronik
do ta përdorim për qëllime beneficiare, për qëllime përfituese, jo duke e përdorur, sepse çfarë do të vi, çfarë do të me inteligjencën artificiale? Ose që them unë truri elektronik? Truri elektronik ka koeficientin më të madh të inteligjencës, sepse është gjuhë matematikore, është algoritëm. Nëse ne vazhdimisht e përdorim këtë trurin elektronik dhe truri ynë fillon edhe kalon në një gjendje stand-by, logjikisht duket sikur ne e humbim apo e sfumojmë koeficientin tonë të inteligjencës natyrale. Dhe mundohemi të gjejmë çdo gjë gati. Kështu që duhet pak me raport, Suedia vërtet është një vëndër pjedestali teknologjisë, ama ka filluar që në arsim t'i ndaloj për një kohë caktuar, t'i restriktoj telefonat, tabletët. Ermand, edhe një pyetje të fundit, me që shpesh vjen Kosovë, ndoshta edhe për shkak punës këto. Shoku i më i ngushtë është bërë inteligjenca artificiale, domethënë inteligjenca artificiale është bërë mjeku digital, kolegu digital, psikologu, mentori, gjitha këto. Edhe një gjë të fundit Fortesa, madje ta bën edhe shumë bukur në psikologu digital. Se unë për shembull fjala vjen një pyetje për një problem, për një stres, për të përmirësuar një raport me një koleg, ta bën fantastike, ta qarm, domethënë. Kam përshtypjen sikur flet ashtu siç na pëlqen ne. Po unë prandaj, nesër pas nesër unë do jem në rrugë, nuk i dihet, do jem në rrugë edhe çdo ditë do takoj një njeri, po mund të jetë humanoid, se ka inteligjenca artificiale ka krijuar dhe humanoidët, robotët njerëzor. I kemi parë Mekën që janë identik si njerëzit. Hajde tani të dallosh se çfarë bëhet. Mirat Ermand, kënaqësi të kishim sot në këtë lidhje direkte, mirë po nuk më tregova si është koha atje në Shqipëri, me që ne këtu e kemi ftoft. Kam përshtypjen se ndoshta mund të jetë më ngrohtë atje. Unë ne harrova që të uroj edhe gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës gëzuar Krishtlindjet. E shikon që inteligjenca artificiale s'po na lë hapësirë, domethënë të gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës gëzuar Krishtlindjet, një vit sa më të mbar inshallah dhe kujdes ta përdorim inteligjencën artificiale në mënyrë sa më efektive. Në mënyrë sa më efektive edhe në mënyrë duhur. Ermand, faleminderit për kohën edhe një herë, uroj që herën tjetër të kemi këtu në studio, edhe të bisedojmë ndoshta akoma më gjithësisht edhe të na japësh informacione ndoshta edhe më zgjeruara. Isha dhe unë pranë jush në të 7.